Instituti Statistikave ka publikuar të dhënat zyrtare për 3 mujorin e parë të këtij viti sa i përket lindjeve dhe vdekjeve në vendin tonë. Nga të dhënat e publikuara rezulton se në të 4 bashkitë e qarku Dibër, në 3 muajt e parë të vitit 2026 kanë lindur gjithsej 154 fëmijë. Ky numër është thuajse i njëjtë me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Por në 4 vitet e fundit, numri i lindjeve në 3 muajt e parë të vitit në qarkun Dibër ka rënë me rreth 150. Numri më të madh të lindjeve ka ruajtur qarku i Tiranës me 2438, ndërsa Gjirokastra mban vendin e fundit me vetëm 59 lindje në 3 muaj. Sa i përket vdekjeve në të gjithë qarkun Dibër, janë regjistruar 210 raste në të 4 bashkitë e qarkut për 3 muajt e parë të vitit 2026. Numri është thuajse i njëjtë me të vitit të kaluar, ku në të njëjtën periudhë janë regjistruar 216 vdekje. Në këtë rast, numri më të ulët të vdekjeve për 3 muajt e parë të 2026 e mban qarku Kukës me vetëm 99 raste. Nga të dhënat e publikuara nga Instat, vihet re se shtesa natyrore për 3 muajt e parë të vitit 2026 në qarkun Dibër ka rënë me 56 persona.